Përshëndetje, këtu kemi një iPhone 13 Pro, i cili është fikur në karikim, si thot klienti, dhe nuk u ndes më. E provuam karikimin dhe nuk ne pasi shenjë. Atëherë gjëja e parë që do bëjmë, do marrim të iSIM Pro dhe do shohim nëse ka mas në vidimin apo në çipin e karikimit. E ndezim. Dhe më njëherë na tregon 3star/Hydra fail. Pra, Hydra në këtë rast është qipi i karikimit, kontrolleri që kontrollon pra USB-n kur futet në karikim, tregon që është fail, pra ka dështuar. Për këtë arsye telefoni as nuk ndizet. Ajo që do bëjmë është do e hapim edhe do zëvendësojmë këtë çip. Do t'ju tregojmë në video se çfarë do të themi. Vazhdojmë me hapjen e telefonit, do e heqim bordin, do e ndajmë pjesën lart me pjesën poshtë nga bordi dhe do ndorrojmë pjesën e karikimit, pra çipin e karikimit, Hydra. Atëherë hoqëm bordin, ky është bordi, dhe do e vendosim në platformën e ngrojës. Pra kjo platforma bën të mundur që të ndahet bordi me bordin. Dhe më pas brenda, pra çipi i karikimit që këtu poshtë, mbrapa këtij bordi, pra është nga poshtë, gjë që na duhet se s'bën që ta hapim. Dhe do të zëvendësojmë dhe të shohim nëse telefoni na riparohet. Bëra ndarjen e bordit, ky është bordi lart, ky është bordi poshtë. Ajo që do ndërrojmë është ky këtu. Pra ky çipi këtu. Ky është Hydra për iPhone 13 Pro. Dhe zëvendësojmë dhe shohim nëse telefoni riparohet. Gjëja e parë, hedhim pasën flaks dhe me nxehtësi 340 dhe ajri është 40. Vazhdojmë ngrojmë me kujdes dhe do zëvendësojmë këtë çip. Vazhdojmë nxehim të një trajçme. Çipi u hoq. Tani do përgatisim padet poshtë. Në fillim do i hedhim pastën e saldimit me nxehtësi më të ulët në mënyrë që ujki t'i kapi më shpejt, pra pjesa e bakrit ta pastrojmë më mirë, mos ta ngelet në një papastërti ose në një këmbë më e ngritur se tjetra dhe kështu bën që çipi mos vendoset mirë, pra mos vendoset mirë. Kështu që na duhet ta pastrojmë mirë. Videon po e bëm pak më shpejt, sepse video është çik më i gjatë, për të kursyer dhe ju bëm më shumë kohë. Pra vazhdo me heqje me ujk. Për ju që keni qejf të merrni me këtë lloj punësh, kemi menduar që para se të hapim kurset face to face, pra që të hapim kurset fizikisht, do mundohemi që të hapim kurset online ndonjëherë. Ta provojmë nëse ka të interesuar që të mësojnë online, pra flasim për ata që thjesht duan ta bëjnë për një hobi këtë gjë. Pse jo edhe për ata që duan ta bëjnë profesion jetë. Është një profesion i mirë, profesion i bukur. Thjesht do durim, pra do ta kesh qejf të lloj pune që të kthehet në pasion, që çdo punë të tillë ta bëni me kujdes edhe pasur siç duhet. Atë vazhdojmë me hedhjen pasën flaks, mbas e kemi pastruar dhe marrim çipin tjetër. E pozicionojmë siç duhet. Në këtë rast nxehtësia është po 340, por ajrin e kemi ulur pak në mënyrë që mos na fluturojë në një vend tjetër ky çip në momentin që vendoset. Vazhdojmë ngrojmë dhe e shtyhem pak për të kuptuar që forca e tërheqjes, pra sipërfaqes, ta çoj prapë vetëm në vend, për kuptuar që ka shkrir. Okej? Çipi vendos. Do presim të ftohet pak dhe do e testojmë. Atëherë e kemi montuar bordin. Po do më hap për momentin dhe do e provojmë të ta ndezim një herë, pastaj do provojmë në karikim. Do shohim nëse do na riparuar. Si mendoni juve? Atëherë 3, 2, 1. Ndizu. Po riparua me sukses. Apple logo. Atëherë presim të ndizet normalisht edhe do provojmë në karikim nëse do na karikohet. Okej, ndezja po kryhet normalisht. Telefoni u ndez. Provojmë touchin. Çdo gjë është okej. E provojmë në fishë të karikimit. Telefoni karikohet normalisht. Atëherë, kjo riparua me sukses. Mos harroni ta bëni like dhe follow. Shihemi në video të tjera me gjëra të tjera.